Ndërsa ka mbetur vetëm një muaj nga skadimi i afatit për mbledhjen e 20.000 firmave për dërgimin në kuvent të projekt ligjit për trajtimin shëndetësor të fëmijëve jashtë vendit, kur kjo nuk mbulohet nga sistemi ynë shëndetësor. Sipas grupit nismëtar, deri më tani janë numëruar rreth 13.000 firma, ndërsa të tjerë formular vijojnë të jenë të shpërndarë në të gjithë vendin. Ardit Konomi tregon se vetëm në Korçë janë mbledhur rreth 9.000 firma, ndërsa aktualisht grupe të shumta janë shpërndarë në qytete të ndryshme të vendit, ku qytetarët janë duke e përqafuar si nismë. Edhe një muaj, thuaj se i mbetur, 19 qershor, s'ka dhënë afati për mbledhjen e firmave, ne kemi ecur shumë mirë besoj. Jemi të numëruar, jemi në kuotën e 12-13.000 firmave, ka shumë të shpërndara, formular janë ekipe të tjera që po punojnë që nuk kanë raportuar ende. Korça mban kampionin në mbledhjen në numrin e firmave të mbledhura, është diku tek 8.000-9.000 për momentin. Qytetet tjera ndoshta nga që kanë filluar çik më vonë dhe ndoshta edhe sensitiviteti pak më i ulët, informacioni pak më ngadalë i shpërndar janë më poshtë, po janë në rritje. Sipas Konomit, një nismë e tillë që synon kurimin e fëmijëve brenda apo jashtë vendit me shpenzimet e shtetit deri në moshën 18 vjeçare është pritur mjaft mirë nga qytetarët, shumica e të cilëve nuk kanë hezituar të firmosin. Deri më 19 qershor, tenda do të jenë të vendosura në çdo qytet të vendit për të gjithë qytetarët që kanë dëshirë të firmosin dhe t'i bashkohen kësaj nisme.